Ju përshëndes të gjithëve, thellësisht përshëndetje edhe sot në ditën e lavdishme të dëshmorëve tanë, të atyre që dhanë jetën në lule të rinisë dhe sharlatanët tanë nuk u kujtuan, po janë në përrethe, duke gënjur, duke mashtruar, duke premtuar, duke fol, duke bërë ankang me moshën e tretë. Jo do të uritim 400, jo do t'ja uritim 500. Po kur mor sharlatan, kur Sali Berisha nxori Shqipërinë në 100 fshat, në 100 zona të lira, tani na i nxjerr ky sharlatan i gjatë në zona turistike. Nuk mbahet Shqipëria vetëm me turizëm, vetëm me kafene. Shqipëria mbahet duke marrë, duke ngrit punishtet. Ne domatet tona vënë në kanal. Shqipëria nuk ka bërë një punishte të bëj saltën me domatet e fshatarit që vënë kanale. Me turshit, me kershit, me reqelin që ne i kishim të gjitha dhe shumë të dëshiruara. Sot, pa fitirësinë e tij të atij plakut, kishte vajtë në Bulqiz dhe bënte ankant me çpa fitirësi vete në Bulqiz ai para minatorve dhe ish minatorve, po një pjesë i kish marrë që unë i njoha i pash dhe bilesja bëra një cop, një komend ja bëra në celular, i thash që ata janë disa që janë ish minator që rinë në Tiranë, kishte vajt në Bulqiz dhe ju thash, do të bëj pensionin 500 euro, rrogën 1000 euro, jo mërë sharlatan të politikës së vjetër, ju i keni me premtuar vetëm në për televizione me lafe që i kamarera, se ne ju pam që në 92-shin, në 91-shin, se që bëre për minatorët, që i shkele me këmë me politikën tënde të kelbur dhe i shirgjinose cep të botës. Sa shok të mi janë jashtë, sa ish minator janë jashtë, që kanë ikur kanë lënë fëmijë, grua, shtëpi, familje këtë ndi, dhe janë në për rrugë të botës emigrant dhe vdesin andej. Sa ish minator, kuj ka minatorët, kuj ti premton ai për minatorët. Minatorët do të bëj statusin brënda 100 ditve, po pse si bërë ti morë ndyrësirë brënda 10-15 vetëve që qeverise. Pse na premton tani? Do të thoni ju se shumë pjesin shtë lidh me lëvizjen bashk. Me lëvizjen bashk më lidh që nga 2011, kur ai që vajti sot në Bulqiz, me drejtorin e policisë shefi Premqi, i kishte për Bulqizës shtetë rrethim. Kalamajt e bulqizatve qanin jashtë minierave, policia nuk i lënde të shikonte fëmija baban. Ai është Sali Berisha që vajti sot në Bulqiz, me gjithë se dhe i ndinjuar nga populli Bulqizës që i pret këtra fundërina. Se ata janë politikanët fundërina të shoqërisë, dhe kur më pjesin që të lidhë me lëvizjen bashk, më lidh i thash sepse që nga 11-ta, sinceriteti dhe edukata e këtij grupi të ri, dhe lëvizja bashk ka një premtim. Ata premtojnë në televizor, lëvizja bashk në programin e saj e ka të shkruar të zezën mbi të bardhë, që unë do bëj këto dhe i ka me shkrim, nuk i ka me premtim. Prandaj, ju bëj thirrje, njësis 5 që e mbajnë këta specialistët, jo socialistët, po specialistët që nga 24 deri sot, që na kanë shtridhur, se kur tha Redi për familjen e tia të fat kam pas edhe unë. Fatin e Redit kam pas. I shirgjinosur kam qënë, baban me predha e varosa në trup, me dekoreta me të gjitha, po një dit nga sistemi këti specialistit nuk u vlerësova. Prandaj ju them mos e hani sapunin për djath, shkelmin uzurpatorve të vjetër. Falenderit, e reja po lind, numuri 2, vetëm numuri 2. Kjo bje profesoritet dhe demokraci për ne, për fëmijët tanë.